Ende pa u mbyllur numërimi i zgjedhjeve të 11 majit, Sali Berisha riktheu kërkesën për zgjedhje të reja, e këtë përmes një qeverie të posaçme. Mbështetje për qeveri teknike ne kemi garantuar dhe rezoluta e CDI-ja kërkon dhe rezoluta IDU-s kërkojnë krimin e qeverisë teknike. Në daljen për mediat akuzoi se Partia Socialiste shkeli të drejtat e parashikuara në kartën e Kopenhagenit. Së pari renditi përdorimin e shtetit për votat socialiste. Garon me parti shtet, ato s'janë zgjedhje, po janë fars. Në 11 maj sipas Berishës nuk ishte barazi. Se si sistemi i drejtësisë u përdor për të burgosur liderët e 3 partive kryesore opozitare. Shtoi se drejtësia u vu në funksion të Partisë Socialiste. Kanë detyrimin të japin mundësi të gjitha forcave, partive, organizatave politike, garanci të plota ligjore, të garojnë me njëra tjetrën mbi bazën e trajtimit të barabartë para ligjit. Për situatën tha se do të protestohet në vend, por dhe theksoi bashkëpunimin me ndërkombëtarët. Së pari, do punojmë dhe po punojmë intensivisht me komunitetin ndërkombëtar. Në reagimin për mediat, Berisha shtoi se edhe raporti Audir paraqiti shkeljet, ndërsa theksoi se rezoluta e PPE-ve para votimeve denoncoi situatën parazgjedhore.